vendosura nga GKK janë në gjykatën kushtetuese pasi qeveria ka vendosur ti padis. Çfarë pritshmërish keni lidhur me vendimarrjen e gjykatës kushtetuese dhe a do t'i besonit ju që Edi Rama mund të thirret për këtë çështje në SPAK? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. SPAR-i duhet të garantojë çdo shqiptar, dhe unë do dalë para jush t'ja u faktoj, se gjykata speciale dhe prokuria në qëndrimet e tyre në vlerësimet e tyre nuk kanë shkelur asnjë ligj me kërkesën që kanë bërë për pezullimin nga detyra. Po, ato kanë shkelur me 2 këmbë ligjin, me mos kualifikimin e veprës grupi strukturor kriminal. Dhe lëshimin e urdhit të arrestit për Lubi Ballukun, që po vazhdon të prish prova në bashkëpunim me aparatin e Këshillit të Ministrave ditë e natë, sipas burimeve anonime. Kjo është e vërteta. Ata që marrin në mbrojtje, ata që pretendojnë se po nërhyet në pushtetet e njëri tjetrit, ata janë të paritur, se tani Lubia e bëri gjëtre. A e kishte dëgjuar ndonjëherë ju fjalën i paritur? Kur? Parite i thot atë biznesmeni, parite, urdhë i saj. Do më thënë, laje në Flori. Po t'ishte të kohë Flori, kjo laje me para, parite atë. E futi një term gjuhën shqipe që se ekzistonte më parë. S'mu t'ja mohojmë këte. Pra, këta prokuria nuk mund të kishte absolutisht asnjë devim nga kualifikimi i tyre grupi strukturor kriminal. Kanë vepruar së bashku Balluku, Edi Rama, Elvis Berberi, ata Gjyli, Stërgjyli, që kanë ato zonjat, kryetare të KVO-s e tjerë mëra. Ta kanë qenë një grup. Se si mbahen të gjithë të pandehur dhe nuk kualifikohen grupi strukturor kriminal apo organizat kriminale, atë unë nuk mund të them. Pra, për ta mbyllur. Me kërkesën për pezullim, nuk ka asnjë shkelje ligjore. Ka ushtrim të plot të kompetencës në zbatim të ligjit, të procedurës penale. Ata që përpiqen vetë ideja se ka marrë pushtetin e kryeministrit, i them atij hajduti, je ti që ke vjedh parat, po atyre mirë ja u bën, që nuk lëshuan edhe ndaj teje të njëjtën urdhër si ndaj Lubis. Ka marrë që kompetencë? Kompetenca jota që nga për të mbrojtë hajdutët? Kompetencë që nga për të vjedh për të shfrytzuar postin për të vjedh paratë e qytetarëve në atë mënyrë si s'ke vjedh? Pra, se çdo vendosin, tani unë ju i kam shpreh konsideratat e mia para gjykatë, nuk duhet të shkoj më tutje, por akti i parë, për mendimin tim, që gjykata duhet bënte, të refuzonte shqyrtimin e kërkesës, sepse ai vendim është në përputhje të plot ligjore me kuadrin ligjor të Republikës Shqipërisë.
madje me kuadrin e ri ligjor të Republikës së Shqipërisë. Zoti Berisha, kam një pyetje. Ditën e djeshme, presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta, aleati juaj politik, është vetë ofruar për të dëshmuar për 21 janarin. Ja ka paraqitur kërkesën prokurorisë posaçme antikorrupsion. Ai thotë se ka dëshmi të panjohura për organin e procedurës penale. Megjithatë, për të kuptuar më shumë dëshminë e Ilir Metës, herën e fundit kur ai është shprehur për 21 janarin, ai ka bërë përgjegjës kryesor ish ministrin e Brendshëm Lulzim Basha se nuk mori masa për një skenar që ai e dinte. Ju si e shihni këtë lëvizje të Ilir Metës dhe a jeni në të njëjtin mendim si ai që Lulzim Basha ishte përgjegjësi kryesor?